Populli dhe politika janë vënë përballë njëri tjetrit me të drejta të barabarta. De jure qeveria ka të drejtë dhe de facto populli duket se ka po aq të drejtë, pasi qeveria nuk ka premtuar këto projekte. Ajo premtoi vetëm një pasaportë europiane, gjë që nuk na duhet më, edhe sidomos me këtë çmim pritjen e tej gjatë. Në këtë rast, unë mendoj se edhe nëse bie qeveria ose shuhet protesta, çështja nuk mbaron me kaq. Gjithë qeveritarët dhe populli rrezikojnë jashtë mase, edhe pse gjithçka shfaqet në dukje si paqësore prej popullit dhe pritja prej qeverisë po e njëjtë. Qeveria thjesht do kuptoj me kalimin e kohës se kjo është një protestë popullore dhe do kërkoj të gjej qeveria do kërkoj të gjej armikun ende diku tjetër, sepse nuk i intereson brenda. Ndërkohë, populli nuk di ku të gjej zgjidhjen, por ajo që di është se kjo lloj politike nuk funksionon më. Kështu një i tret, një lloj avokati, duhet gjetur për të zgjidhur çështjen. Kjo duhet dalë për mendimin tim nga të dy palët. Nëse nuk gjendet ky i tret, fundi nuk do të dihet ose do të jetë i dhimbshëm më shumë për qeveritarët, por edhe për popullin. Një ide që çon në një stat tjetër këtë situatë, për mendimin tim, është lidhja me Kosovën, me një referendum në të dy vendet që do të sjellë një ndryshim total. Një republikë të re, kushtetutë të re, parti të re, kod të ri e me radhë, njerëz të rinj. Kjo duhet bërë me vetëvendosje, kuptohet? Dhe sa e mundshme është, unë nuk e di, po të paktën do marrin vesh se kush nuk do në këtë rast.